Nuk ka asgjë më të rrezikshme se dashuria kur shndërrohet në sëmundje. Unë e kuptova shumë vonë këtë, në momentin kur gjaku më ishte ngjitur në duar dhe fryma më dridhej nga tronditja e asaj që kisha bërë. Nuk e besoja dot që unë, një njeri i zakonshëm, një djalë që dikur shkruante poezi për dashurinë, isha bërë vrasës, por gjithçka filloi shumë më përpara atë ditë që pash për herë të parë sytë e saj, ajo quhej Joana. Ishte dritë. Ishte frymë, ndjenjë dhe dhimbje në të njëjtën kohë. Kishte një mënyrë të parë që të zhveshte nga çdo maskë dhe të bënte të ndiheshe i dukshëm, i gjallë. Ishte si dielli për një shpirt që kishte jetuar gjatë në hije. E njoha rastësisht në një kafene ku unë punoja si kamarier për të paguar qiran dhe studimet. Ishte e re, e qetë, me një buzëqeshje që të çonte drejt çmendurisë. Dhe që nga ajo ditë, gjithçka në jetën time ndryshoi. Unë, Alex, e desha Joanan pa mas. E desha me gjithë shpirt, aq sa çdo frymëmarrje që nuk e përmbante praninë e saj më duke i bosh. Shkruaja poezi për të në mesnat, flija me fotografi të saj nën jastëk dhe imagjinoja biseda që kur nuk do t'i kishim. Por unë nuk isha kur i vetmi në mendjet dhe zemrën e saj. Joana, me gjithë dashurinë që më jepte shpeshherë në mënyrë të heshtur, ishte e lidhur me dikë tjetër, një burr që më dukej gjithmonë jashtë nga unë. I madh, i sigurt dhe gjithçka që unë nuk isha. Lidhja e tyre, e fshehur dhe e dukshme në të njëjtën kohë, më theri shpirtin në copa. Çdo buzëqeshje e saj për të tjetër ishte një thikë që më fundoshej në kraharor. Në fillim u përpoqa të duroja. Mendova se ndjenja ime do të kalonte, se do të gjeja paqen në heshtje. Por çdo ditë që kalonte, xhelozia ime rritej si zjarr që nuk shuhet. Shpesh e shikoja Joanan nga larg, duke e parë të buzëqeshte për të tjerët, dhe çdo qeshje e saj më djegte brenda. Një natë, gjithçka u ndryshua. Ishim në qytet, përreth ishin dritat e buta të rrugëve të ngushta. Joana ishte me të tjetërin, duke qeshur, duke folur. Një pjesë e imja dëshironte të largohej, të harronte gjithçka, por një pjesë tjetër, pjesa më e errët, nuk mund të priste më. Zemra ime rrite fort, duart më dridheshin dhe mendimet më ishin të çrregullta. Ishte si një film aksioni që ndodhte brenda kokës sime. Çdo tingull, çdo lëvizje, çdo fjalë e tyre shkaktonte një dridhje që më nxirrte jashtë kontrollit, dhe aty, në atë rrugë të heshtur, nisa të kuptoja që nuk mund të kthehesha më. Ndjenja ime e thellë për Joanan dhe xhelozia për burrin tjetër kishin krijuar një forcë që po më tërhiqte drejt një vendimi që nuk kishte kthim. Fryma më dridhej, këmbët më ishin të rënduara. Por diçka brenda meje urdhëronte, duhej ta ndaloja këtë historinë e tyre, në çdo mënyrë, nuk e dija se çfarë do të ndodhte pastaj. Por ajo natë, ajo rrugë dhe buzëqeshja e Joanas për të tjerët do të shënonin fillimin e një ngjarjeje që asnjë prej nesh nuk do të harronte kurrë. Pas asaj nate, diçka ndryshoi brenda meje. Zëri i Joanas dhe i tij më ndiqte kudo, në rrugët e qytetit, në mendimet e mia, madje edhe në ëndrat e natës. Nuk kishte më paqe. Çdo hap i saj, çdo lëvizje, çdo buzëqeshje ishte një thikë që më shponte shpirtin. Në ditët që pasuan, fillova të ndjek lëvizjet e tyre në heshtje. Fillimisht, ishte vetëm një kureshtje, një dëshirë për të kuptuar ku shkonin. Çfarë bënin? Por shumë shpejt, kjo kureshtje u shndërrua në një obsesion të vërtetë. Unë e njihja çdo rutinë të Joanas, ku pinte kafen, ku qëndronte pasdite, me kë bisedonte. Dhe gjithmonë, ai burr ishte aty, zemra ime rrite me 10 ritme të ndryshme brenda një sekonde. Ishte sikur çdo mendim racional ishte zhdukur, dhe vetëm një gjë mbetej e qartë, nuk mund ta lejoja më. Ndoshta nuk e kuptoja plotësisht atë që po ndodhte brenda meje, por një gjë ishte e sigurt, unë po humbisja. Po humbisja Aleksin që njihja. Dhe në vend të kësaj, po linte një person që nuk njihte kufi, një njeri që mund të shkonte deri në fund, një mbrëmje. Ndërsa qyteti ishte mbuluar nga errësira dhe vetëm dritat e rrugëve thithnin hijet tona, e pash Joanan të dilte nga një dyqan i vogël me të tjerin. Zemra ime u rrah me 10 thirrje paniku dhe dhimbjeje. Diçka brenda meje shpërtheu.
Nuk ishte më zemra që ndjej e thyer, ishte një forcë e egër, një dhunë e fshehur që kishte pritur momentin e saj, ishte aty që mora një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Nuk kishte kthim pas. Çdo racion mendimi ishte zhdukur, vetëm instinkti mbeti. U afrova pas tyre me hapa të ngadalshëm, duke ndjerë çdo fibër të trupit tim të përflakur nga adrenalina. Çdo frymë e tyre më dukej si provokim. Çdo shikim i saj drejt tij ishte një torturë e pakëndshme që më shtynte drejt një veprimi të çmendur. Në atë moment, mjedisi u shndërrua në një skenë filmi aksioni. Drita e llampave të rrugëve shpërndante hijet tona në trotuar. Zhurma e qytetit, e makinave, e njerëzve që kalonin, ishte si një sfond surreale për dramën që po zhvillohej. Çdo hap i tyre më afrohej më shumë, dhe çdo frymë e tyre më bënte të ndihem sikur po humbisja vetë kontrollin, ndërsa afrohesha, një pjesë e imja kërkonte të ndalonte, të largohej dhe të mos i shkaktonte dëm askujt. Por pjesa tjetër, ajo më e forta, më e errëta, më thoshte të mos prisja më. Tani ose kur, më urdhëronte, kur isha vetëm disa hapa larg, Joana u kthye dhe më pa. Ishte një përplasje e dy botëve, sy me sy. Zemër me zemër, dëshirë me dhimbje. Ajo nuk e kuptoi menjëherë, por shikimi im i egër e paralizoi për një çast. Dhe në atë çast, diçka brenda meje shpërtheu, nuk kishte më fjalë, nuk kishte më arsye. Vetëm veprim. Një veprim që do të shënonte fundin e gjithçkaje dhe fillimin e një historie që askush nuk do ta harrojë. Hija e natës mbulonte rrugët e ngushta të qytetit, por zemra ime ishte një dritë që diqte më fort se çdo llamp e rrugës. Çdo frymë e Joanas më dukej si thirrje, çdo hap i saj drejt atij tjetrit më shtynte drejt greminës së paimagjinueshme të xhelozisë dhe urrëties, ishte e pamundur të rikuperoja qetësinë. Çdo mendim racional ishte zhdukur. Vetëm një urdhër i brendshëm, i errët dhe i padëgjuar më thoshte, tani ose kurrë. Kur afrohesha pas tyre, rruga ishte pothuajse bosh. Pak njerëz kalonin dhe vetëm tingujt e këmbëve të tyre mbi trotuar dhe zhurma e largët e makinave mbushnin ajrin e ftohtë. Ishte një heshtje e frikshme, e ngjashme me atë të një skene filmi aksioni, ku gjithçka duket e ngadalësuar, por secili moment është vendimtar. Joana u kthye për të folur me të tjetërin dhe më pa. Sy më sy. Një çast i gjatë, i heshtur. E pash frikën e saj të lehtë dhe në atë moment diçka brenda meje shpërtheu. Nuk ishte më vetëm zemra e thyer, ishte një forcë e papërballueshme që kërkonte të marrë kontrollin, pa menduar, pa fjalë, veprimi erdhi instinktiv. Një grusht i fuqishëm, një përplasje, një çast që dukej i pavdekshëm. Ai burr u kthye me sy të hapur gjerë, por ishte tepër vonë. Çdo gjë ndodhi aq shpejt sa as unë nuk e kuptova plotësisht atë që po ndodhte. Rrugët e qytetit u bën një skenë e tmerrshme, një skenë ku jeta dhe vdekja ishin të ndërlidhura. Joana u kthyi, e tronditur, duke qarë dhe duke u lutur për një sqarim që nuk mund ta jepja. Por ishte tepër vonë. Çdo shikim i saj më thoshte një gjë, ajo nuk do të më kuptonte kurrë, dhe unë nuk do të kthehesha më në njeriun që kisha qenë. Ndjenja e fuqisë që më kishte mbushur disa çaste më parë u shndërrua shpejt në panik. Zjarrin brenda meje e ndjeva të shndërrohej në akull. Çfarë kisha bërë? Çfarë rruga të gabuar kisha marrë? Çfarë do të ndodhte tani? Policia erdhi shpejt, sirena e tyre duke prishur heshtjen e natës si thirrje për ndëshkim. Rrugët e ngushta ishin plot dritë dhe zhurmë, dhe unë u ndjeva i zhytur në një univers ku gjithçka ishte e humbur, dashuria, shpresa, qetësia. Vetëm mbeti gjaku i veprimit tim dhe trishtimi i pamundur për t'u fshirë. Në atë çast, Joana qëndronte aty, e shokuar, duke parë atë që unë kisha bërë. Një pjesë e saj ende nuk e besonte. Dhe unë e dija që nuk kishte kthim pas. Çdo ëndër për një të ardhme me të ishte shuar. Çdo mundësi për të shpjeguar ose për të kërkuar falje ishte zhdukur, sikur era e natës e kishte marrë gjithçka, dhe aty, në mes të rrugës, ku gjithçka kishte nisur si një dashuri e zjarrt, mbeti vetëm boshllëku.
Një boshllëk që do të më ndiqte përgjithmonë, një boshllëk i krijuar nga forca e ndjenjave të mëdha që nuk mund t'i kontrolloja. Errësira e natës nuk mund të fshite atë që kisha bërë. Policia ishte afruar, sirena dhe dritat blu e të kuqe të makinave të tyre prisnin gjithçka në një mënyrë të tmerrshme, si në një film të ngadalësuar. Ndërsa shija uniformat e tyre, diçka në brendësi më dridhej, nuk ishte vetëm frikë, ishte tmerr i pastër. Joana qëndronte aty, me sytë e mbushur lot, duke mbajtur dorën mbi gojë. Në atë çast, unë e kuptova se kisha humbur gjithçka. Nuk kishte më dashuri, nuk kishte më shpresa, nuk kishte më asgjë që të më lidhte me të. Ajo më shikonte me një kombinim tmerri dhe neverie që më shponte shpirtin më shumë se çdo dhimbje fizike. Policia më urdhëroi të rrëzohem në gjunjë. Çdo hap që bëja ishte si të lëvizje në baltë të trash, gjithçka dukej e ngadalësuar, çdo frym ishte një barë. Pjesa e errët brenda meje që më kishte shtyr drejt aktit tashmë më fliste me një zë të ftohtë. Kjo është çmenduria jote. Kjo është çmimi i pasionit. Në mendjen time, një film i shpejt kalonte, momenti kur e pash Joanën buzëqeshur për të tjetërin, ditët kur shkoja pas saj në heshtje, secili çast i xhelozisë dhe i dhimbjes, deri te gjesti i fundit që ndryshoi gjithçka. Ato momente ishin të gjitha aty, të ngjitura në kujtesën time si gjilpëra që shponin zemrën. Joana nuk u largua. Ajo nuk foli. Por shikimi i saj fliste më shumë se çdo fjalë. Një përzierje tmerri, zhgënjimi dhe dhimbjeje. Dhe unë e dija që nuk kishte kthim pas. Nuk kishte shpjegime që mund t'i bënin gjën e bërë të duket e drejtë, avokatët, policia, qyteti i zhurmshëm, çdo gjë u bë një sfond i largët krahas ngjarjes që ndodhi brenda meje. Një pjesë e madhe e Aleksit që njëja kishte vdekur në ato çaste të errëta. Një pjesë tjetër, më e errët dhe më e frikshme, kishte marrë kontrollin. Në atë moment, kuptova se çmimi i pasionit mund të ishte i pamëshirshëm. Nuk kishte vetëm humbje të një dashurie, kishte humbje të vetes. Dhe ndërsa polici më lidhi duart, ndjeva një zbrazëti që më thoshte, tani je vetëm me errësirën që ke krijuar brenda vetes. Joana u largua më pas, e mbuluar nga lotët dhe turpi, duke lënë pas vetëm kujtimin e një nate që ndryshoi gjithçka. Dhe unë mbeta aty, i lidhur, i shokuar, duke kuptuar se asgjë nuk do të ishte më si më parë. Vetëm pasiguria, dhimbja dhe një ndjesi e thellë fajësie që do të më ndiqte përgjithmonë. Dritat e burgut nuk ishin asgjë krahasuar me dritat e qytetit që ishin shndërruar në kujtime të tmerrshme. Kur dera u mbyll pas meje për herë të parë, ndjeva një ndjesi të çuditshme, çlirimi nga frika e menjëhershme, por njëkohësisht një peshë e madhe mbi shpinë. Ishte si të hyje në një botë tjetër, një botë ku çdo çast që kisha jetuar para ngjarjes ishte i largët dhe i pakthyeshëm. Procesi ligjor ishte i gjatë dhe i tmerrshëm. Avokatët, prokurorët dhe gazetarët që mbushnin sallën e gjykatës e bënin gjithçka më të vështirë. Çdo fjalë e shqiptuar, çdo provë e paraqitur, më kujtonte momentin e tmerrshëm që kisha shkaktuar. Nuk kishte justifikim që mund të zbus atë që bëra. Çdo gjykat, çdo dëshmi e familjarëve të viktimës, më përplasnin fytyrën me realitetin që nuk mund ta shmangja. Joana u paraqit një herë në sallën e gjyqit. Sytë e saj ende mbushur me dhimbje dhe tmerr më shponin shpirtin. Nuk kishte fjalë, vetëm heshtje të rëndë që më thoshte gjithçka që nuk do të mund të ktheja më. Ajo nuk mund të më falte. Dhe unë e dija, nuk do ta bëja asnjëherë. Në burg, ditët kalonin me ritëm të ngadalë dhe monoton. Çdo mëngjes ndiqja të njëjtën rutinë, ngrija, punoja për të mbajtur trupin të shëndetshëm dhe pastaj kthehesha në qelinë time për të përjetuar brendësinë time. Ishte një burg fizik dhe një burg emocional. Kujtimet e natës së tmerrshme vazhdonin të më ndjekin. Çdo tingull, çdo hije, çdo kujtim i Joanas dhe ai tjetri më shponte më thellë në errësirë, por ndërsa kalonin muajt, diçka filloi të ndryshoj brenda meje. Nuk ishte shërim, as falje, por një ndërgjegjësim i dhimbshëm i asaj që kisha bërë. Fillova të kuptoj dimensionin e dëmit që kisha shkaktuar, jo vetëm për viktimën dhe familjen e saj, por edhe për Joanan dhe për veten time.
Çdo veprim kishte pasur pasoja të pakthyeshme. Një ditë, ndërsa qëndroja në oborrin e burgut, shikova qiellin dhe mendova për atë që kisha humbur, dashurinë, lirinë, shpresën për një jetë normale. Dhe aty, për herë të parë pas ngjarjes, ndjeva një lloj qetësie të çuditshme, nuk ishte gëzim, nuk ishte lehtësim, por një pranim i dhimbshëm. Ky ishte çmimi i pasionit tim të pakontrolluar. Ndërkohë, Joana kishte vazhduar jetën e saj larg me burrin tjetër, duke u përpjekur të shërohej nga traumat që kisha shkaktuar. Ndonjëherë mendoja për buzëqeshjen e saj që më kishte shtyrë në humbje dhe ndjeja një kombinim të pafund dhimbjeje dhe pendese. Brenda qelisë, Alex kishte filluar një proces të ngadaltë transformimi. Ai nuk mund të fshihte më atë që kishte bërë, nuk mund të kthehej në njeriun e dikurshëm, por mund të përballej me vetveten. Çdo ditë ishte një betejë me mendimet, me kujtimet dhe me errësirën e brendshme. Dhe ndoshta, një ditë, pas shumë vuajtjesh, do të mësoj të jetonte me fajin që nuk do të shuhej kurrë. Vitet në burg kaluan ngadalë, por çdo ditë më mësoj diçka të re për vetveten. Alex nuk ishte më djali që ndihej i paprekshëm nga ndjenja e xhelozisë dhe pasioni i verbër. Ai kishte kuptuar se çdo vendim që kishte marrë ishte një valë që shkatërroi gjithçka në rrethin e tij. Në heshtjen e natës, kur qelia ngjante si një botë e izoluar, mendimet për Joanan ishin më të forta se kurrë. Kujtimet për buzëqeshjen e saj, për mënyrën si e shikonte kur fliste, për zërin e saj të qetë, ishin të ngulitura në mendjen e tij si plagë që nuk do të shëroheshin. Çdo kujtim ishte një kujtesë e tmerrshme e pasionit që e kishte shndërruar në një njeri tjetër, një njeri që nuk njihte më kufi. Alex shpesh mendonte për atë natë që gjithçka kishte ndryshuar. Çdo detaj ishte i gjallë, hapat në rrugë, heshtja e Joanas, sirenat e policisë që e zunë në mes të veprimit të tij. Ai e dinte se nuk kishte asnjë mënyrë për të kthyer kohën. Nuk kishte falje, nuk kishte rikthim, vetëm pasiguri dhe dhimbje, por ndërsa vitet kalonin, Alex filloi të kuptonte diçka tjetër. Edhe pse kishte humbur gjithçka, ai mund të mësonte të përballej me fajin. Çdo ditë ishte një hap drejt të kuptuarit të asaj që kishte bërë, një mënyrë për të mos lejuar që errësira brenda tij ta konsumonte plotësisht. Një mëngjes të ftohtë dimri, ndërsa drita e hershme përshkonte qelin, Alex qëndroi pranë dritares dhe pa qytetin përtej mureve të burgut. Shikimi i tij u kap me një pamje që i kujtoi Joanan, një grua që kishte jetuar jetën e saj larg, por që gjithmonë do të mbetej pjesë e tij, pjesë e asaj pjese të shpirtit që kishte humbur. Ai e kuptoi se nuk mund të ndryshonte të kaluarën, por mund të ndryshonte mënyrën se si jetonte me atë të kaluar. Nuk ishte e lehtë. Dhimbja ishte gjithmonë aty, por ajo gjithashtu e bëri Alex më të ndërgjegjshëm, më të kujdesshëm dhe më të frikësuar nga vetvetja. Në fund, historitë e dashurisë, xhelozisë dhe dhimbjes nuk janë vetëm për të treguar çfarë ndodh kur pasioni shkon jashtë kontrollit. Ato janë kujtimet e errësira që mbeten përtej jetës dhe veprimeve të një njeriu, duke lënë shenja të pashlyeshme në zemër dhe mendje. Alex mësoi të jetonte me errësirën e tij, me humbjen dhe pendesën, por gjithmonë duke mbajtur një kujtim të Joanas që nuk do të shuhej kurrë, një kujtim që e mbante gjallë dhe në të njëjtën kohë e shtynte të përballej me realitetin që kishte krijuar vetë. Kur dera e burgut u hap për Alexin, ajri i jashtëm u duk si një shpëtim i çuditshëm dhe i tmerrshëm. Njëkohësisht, dielli i pasdites goditi fytyrën e tij dhe çdo frymë ajri dukej e mbushur me mundësi dhe frikë. Ai nuk ishte më djali i çmendur nga xhelozia. Ishte një burr i thyer nga koha, pendesa dhe vuajtjet që kishte përjetuar. Joana kishte ndryshuar gjithashtu. Ajo nuk ishte më e njëjta grua që kishte buzëqeshur për të tjetërin atë natë të errët. Sytë e saj reflektonin dhimbjen, por edhe forcën e një gruaje që kishte mbijetuar. Kur e pa Alexin larg, zemra i rrite me një kombinim emocionesh, frikë, trishtim dhe diçka që ajo nuk mund ta emërtonte menjëherë. Ata u përballën në një kafene të heshtur, larg rrugëve të zhurmshme të qytetit. Heshtja ishte e rëndë, por e mbushur me tensionin e çuditshëm që vetëm dy njerëz me një të kaluar të përbashkët mund ta ndjejnë. Alex u përpoq të fliste, por fjalët mbetën peng.
Çdo frazë që do të dilte nga goja e tij dukej e vogël për të përshkruar dhimbjen dhe pendesën që mbante në shpirt, Joana e shikonte me kujdes. Nuk kishte urrëtie të hapur, por as falje. Vetëm një distancë e hollë që ndante të kaluarën nga e tashmja dhe një ndjesi e thellë se asgjë nuk mund të rikthehej, Joana. Tha Alex me zë të ulët, sikur çdo fjalë e tij mund të thyej nga era. E di që nuk mund të kthej kohën. Nuk mund të shpjegoj atë që ndodhi dhe nuk pres falje. Por, duhet të ta them. Nuk ka asgjë që të justifikoj atë që bëra. Ajo nuk foli për disa sekonda. Vetëm u ul, sy më sy me të. Duke e matur çdo detaj të fytyrës së tij, duke kërkuar të kuptonte njeriun që kishte bërë atë që kisha bërë. Pastaj, thjesht tha, Alex, asgjë nuk mund të fshijë atë natë. Asgjë nuk mund ta kthesh. Por dua të di nëse mund të jetosh me atë që je bërë. A mund ta pranosh njeriun që tani je? Fjala e saj ishte si një thikë e hollë që thyente çdo pjesë të mbetur të krenarisë së tij. Ai e kuptoi menjëherë, nuk kishte kthim. Përballja me të kaluarën nuk ishte një çështje e faljes, por e pranimit. Ai mund të jetonte vetëm duke u përballur me fajin dhe duke marrë përgjegjësinë për jetën e tij. Ata u ngritën dhe dolën jashtë kafenes. Qyteti ishte i njëjtë, por gjithçka përreth tyre dukej e ndryshme. Ishte një kujtesë se jeta vazhdon edhe kur zemra është e thyrë. Alex dhe Joana nuk mund të rikthenin të kaluarën, por mund të ekzistonin së bashku në heshtjen e njohjes së asaj që kishte ndodhur. Ai nuk do ta harronte kurrë. As ajo nuk do të harronte. Por ndonjëherë të dy mund të jetonin me kujtimet, me dhimbjen dhe me faktin se pasionet e mëdha mund të lënë shenja të pashlyeshme, por gjithashtu mund të mësojnë njeriun të rritet, të ndryshojë dhe të përballet me vetveten. Ditët pas takimit me Joanan ishin të qeta, por çdo qetësi kishte një peshë të rëndë. Alex kuptoi se nuk mund të jetonte më me iluzionet e së kaluarës. Ai kishte parë fytyrën e saj, dhimbjen dhe forcën që e kishte mbajtur të gjallë dhe për herë të parë e ndjeu rëndësinë e vërtetë të pasojave të veprimeve të tij. Çdo mëngjes, ndërsa dielli depërtonte në qelinë e tij të vogël, Alex mendonte për mënyrën se si kishte humbur gjithçka që kishte dashur, lirinë, dashurinë e Joanas, besimin në vetvete dhe paqen e shpirtit. Por në këtë humbje, ai filloi të mësonte diçka të re, se edhe errësira më e thellë mund të bëhet një mësim, edhe dhimbja më e madhe mund të shërbejë për të kuptuar veten. Ai nisi të shkruante në ditarin e tij, duke vendosur fjalët që nuk kishte guxuar t'i thoshte kurrë, pendesën, frikën, dashurinë dhe humbjen. Fjalët ishin si një shtrëngim, një mënyrë për të shndërruar dhimbjen në diçka të kapshme, diçka që mund të ekzistonte pa shkatëruar të gjithçka rreth tij. Joana nuk ishte më pjesë e jetës së tij në mënyrën që dikur kishte qenë, por ajo kishte lënë një shenjë të thellë, një kujtesë të një dashurie që ishte transformuar në tragjedi. Çdo kujtim për të ishte një kombinim dhimbjeje dhe reflektimi, një mësim për të mos e lejuar më pasionin të shpërthente jashtë kontrollit. Alex mësoi diçka që nuk kishte kuptuar më parë, pendesa nuk është e thjeshtë, dhe falja nuk është gjithmonë e mundur. Por ajo që mund të bënte ishte të jetonte me ndëshkimin e brendshëm. Të përballej me vetveten dhe të ndryshonte për ditë, duke mos lejuar që e shkuara të përsëritej në një formë tjetër, në heshtjen e qelizës së tij, ndërsa shikonte qiellin që ngadalë ndryshonte ngjyrat me perëndimin e diellit. Alex e kuptoi. Jeta nuk kthehet mbrapsht dhe pasionet e papërmbajtura mund të shkatërrojnë gjithçka. Por edhe në humbje, në dhimbje dhe pendes, ekzistonte një rrugë për të përballuar veten dhe për të jetuar me kujtimet që nuk do të shuheshin kurrë, dhe kështu Alex jetoi, jo me lumturi, jo me harrim, por me pranimin e së kaluarës, me reflektimin mbi çdo vendim dhe me një ndjesi të thellë se dashuria dhe dhimbja shpesh shkojnë dorë për dorë, duke lënë shenja të përjetshme në zemër dhe mendje.